E treta që e bën njeriu që ta dojë Allahun xhel xelaluhu është dhe ana sjellta dhe Allahu e do atë njeri është që të kujtojë gjatë gjithë kohës atë begatin, mirësinë që Allahu i lartë madhëruar ja ka bërë robit tij. Pra që do thot, siç thot Zoti në Kur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah", çdo të mirë që posedon ti o njeri, dije se e ke prej Allahu xhel xelaluhu. Pra çdo të mirë që ke ti o besimtar, pra o njeri, është prej Zotit i lartë madhëruar. Dhe njeriu po të shikojë në vetveten e tij, çdo mirësi që ka, çdo mirësi që posedon, nuk është se e ka në saj të aftësive të tij, por e ka këtë mirësi në si mirësi dhe begati që Allahu i lartë madhëruar ja ka dhënë njeriu. Pra, që do thotë se njeriu çdo të mirë që posedon dhe po të qëndroj pak dhe të shikoj veten e tij se çfarë mirësish Allahu xhel xelaluhu i ka dhënë njeriu, nuk do të arriti numëroj dot. Prandaj thot Zoti xhel xelaluhu në ajetin kuranor, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", nëse ju do t'i numëroni mirësitë dhe begatitë që Allahu ju ka dhënë, nuk do të arrini dot kurrë. Pra, po të shikoj njeriu në vetveten e tij që i ka dhënë Allahu xhel xelaluhu shëndetin, i ka dhënë mirësinë. Pra, në çdo aspekt ta shohë jetën e tij dhe t'i shohë ato mirësitë e Zotit, patjetër që do thotë o Zot faleminderit. Dhe patjetër që do ta dojë Allahun xhel xelaluhu, do të shtohet dashuria për krijuesin e gjithësisë. Se vetëm pak të mendoj njeriu dhe të meditoj që Allahu xhel xelaluhu i ka dhënë shikimin, sa njerëz vujnë që nuk shohin dot. Dhe Zoti xhel xelaluhu ta ka dhënë tu shikimin që ti të shohësh. Po njerëz të cilët nuk dëgjojnë, që Zoti xhel xelaluhu të ka dhënë, imagjinoje mos ngjosh fare, të vesh provoje vetë se nga që jemi mësuar me këtë mirësi që Allahu na ka dhënë, po veni pak tapa veshve dhe qëndrosh që mos ngjosh asgjë dhe të ecësh dhe të shoh të jetosh mes njerëzve. Njerëzit flasin dhe ti nuk ngjon dot. Është një lloj dhimbje e brendshme. Allahu xhel xelaluhu ta ka dhënë këtë mirësi. Ka bërë që ti të ngjosh, po që ti të flasësh, pra që ti të shijosh, po ti të logjikosh. Ke njerëz që janë shumë të fortë, i sheh njerëz të cilët janë shumë të mëdhenj, shumë të bukur. Por në bisedën e parë kur ti hyn në bisedë kupton që ai s'pas ka logjik. Allahu na ruaj. Njeriu po ta shikoj veten e tij le të bëj një vizitë ke këto spitale që quhen spitalet psikiatrik. E sheh njeriu shumë të fortë, shumë të bukur, ai gjithaj krijes. Sa hyn në bisedë kupton që Zot faleminderit. Ke dhënë mend, ke dhënë logjik që unë ndaj dhe të kuptoj. Dhe kjo është për mirësive të Zotit. Pra, duke i kujtu këto mirësi, i shton njeriu çfarë? I shton dashurinë për Allahun xhel xelaluhu. Elhamdulillah që njeriu do të shikojë se që Allahu e ka furnizuar, i ka dhënë streh, i ka dhënë fëmijë, i ka dhënë familje, pra e ka begatuar. Gjithë këto janë elementë të cilët i shtojnë njeriu çfarë? I shtojnë dashurinë për Allahun xhel xelaluhu.